nuk i shka mirë luftëtarëve që kësë me shku atje, sepse të ke fund janë disa rregulla që nështë as shteti nuk mundet me i te i kalu. A kemi garancë, sepse kemi parasysh faktin disa arrestime që i përmendni jo, ju kemë thonë jo. Se ato deklaratat e zotit Mickoski që i thanë në fillim që ne nuk e përkrahim diçka ngjajshëm. Disa veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës që tentuan të kalonin në shtetin e Maqedonisë së Veriut u arrestuan. Por sa është e sigurt që veteranët të marrin pjesë në protestën e 13 dhjetorit që do të mbahet në Shkup kundër gjykatës speciale, ku ndodhen ish-krerët e UÇK-s. Nënkryetari i OVL-UÇK-s, Gazmend Sylla, në një intervistë për Nacionalen tha se nuk kanë garancë zyrtare që veteranët mund të marrin pjesë në protestë. Sylla tha se për shkak të fletaresteve të Interpolit, luftëtari i UÇK-s nuk do të ishte mirë të merrte pjesë. Shumica për veteranëve që s'kan ndodhur më herët në vende të tjera të Evropës, në këtë rast na kanë pyet që do m'ia bë, a kemi garancë, sepse kemi parasysh faktin disa arrestime që i përmendni jo, ju kemë thonë jo. Personalisht me kom komunikuar në thonë nuk mos e bëni këtë punë. Ka qytetarë tjerë të cilët nuk s'kan qenë ushtarë të UÇK-s apo që pak a shumë e kanë kaluar atë kufi dhe nuk kanë pas ndonjëherë të lashe, po nëse s'kon asnjëherë mos e bën këtë punë sepse mundesh më arrestu. Se kemë raste kur ka ndodhur. Por kemi një informat, po jo zyrtare me shkrim, po kemi gojore, edhe me gjasë edhe media kishte dalë dikon që është pas një reagim të Vlenit, kishin thënë që sa përket kësaj dite nuk kena me pas ndalesa apo nuk ka me provu shtetin këtë rast me identifiku dikon lidhur me këtë çështje do të thotë edhe qofshin ata edhe ushtarë të UÇK-s. Prandaj përderisa s'ke diçka në letër zyrtare, ne nuk mundna me provu një gjë të tillë. Prandaj prapë përsëris nuk i shka mirë luftëtarëve që kësë me shku atje, sepse të ke fund janë disa rregulla që nështë as shteti nuk mundet me i te i kalu. Fletarese të lëshuar nga Interpoli, me automatizëm si të futë njoftimin në kabinën e polisit kufitar, ajo është i obliguar të ndalë. Prandaj është e panevojshme, shqiptar ka bollë Maqedoni, ka qytetarë plot që kanë me shku dhe për shtete të tjera, kështu që besojmë që protesta ka me qenë masive, edhe ashtu, edhe pa prezencën e disa bashkëluftarëve tonë që e dim që kanë dëshirë, por megjithatë nuk ja vlen me rreziku, protestat do të jetë madhështore ashtu. Ditë më parë, kryeministri maqedonas Mickoski kritikoi protestën, por sipas Syllës, qeveria atje tashmë ka reflektuar. Po në bazë të organizimit që kemi pas edhe më herët në protesta tjera, qoftë në Prishtinë, kjo në Tiranë, në Den Haag edhe në Strasburg, gjitha protestat në kanë dalë jashtë parashikimeve tona, të ne organizatorë pas që jemi si kategori dalë nga lufta që udhëheqen nga organizata veteranëve të luftës. Njëjtë mendojmë që do të ketë edhe në Shkup, do të thotë një pjesëmarrje pritet me qenë masive, duke pas parasysh faktin si ne po kemi shumë komunikim për ato njerëzve që kanë marrë pjesë dhe po interesohen si do të shkojmë, me çka do të shkojmë, do të ketë organizim ajo, pastaj prej Mërgatës, tash u bën një farë grup, një farë rjeti njerëz nga Mërgata se gjithë po marrin pjesë së bashku dyqysh. Edhe kur kena shkuar në Den Haag, të gjithë mobilizu kanë ardhur, pastaj në Strasburg, po edhe në Tiranë, në gjatë me gjatë bileta dhe me lira atje më ardhur. Prandaj edhe rjeti i krejt diasporës që kemi jashtë dhe shumica për tyre që kemi bashkëftar do të jenë aty prezant, sepse veç e kanë konfirmuar nga Shqipëria, na kanë thonë që do të marrin shumë pjesë atje, po sigurisht nga Kosova, edhe pse fillimisht me qenë se ato deklaratat e zotit Mickoski që i thanë në fillim që ne nuk e përkrahim diçka ngjajshëm, nuk është ide e mirë organizimi i asaj proteste, paksa veteranët kanë mat pak që do të m'ia bë. Megjithatë, me gjasë, sipas informatave që kemi marrë nga atje, qeveria në këtë rast ka reflektuar atje, dhe gjasat reale janë që sipas informatave që kemi marrë nga disa bashkëpunëtorë tonë atje që kemi edhe organizatorë, gjasat janë që kemi me pas edhe lehtësira edhe në kufi, edhe po besojmë që protesta ka më dalë ashtu që kemi parashikuar, edhe ato farë fillimisht ato nështë përpjekje që fillimisht një herë me provu ose me ndalë ose me zvoglu protestën, jenë të i kalu, ka reflektu qeveria dhe po besojmë që protesta ka më shku ashtu që edhe kemë parashiku. Edhe ma herët, kur kemi diskutu me bashkëftarët tonë atje, edhe ata kanë pas një frikë të tillë, se nështë ta kena pas një pengesë ose kena mu provoku nga dikush, qoftë në kufe, qoftë atje ku shkojmë, po gjasat reale janë që kena me kalu pa ndonjë incident, sepse tani më edhe qeveria e shtetit e Maqedonisë së Veriut është në funksion të marrëvajtjes së protestës.